për insineratorin e dytë në bashkëpunim me Edi Ramën për Lefter Kokën. Ja morhor dhe $5.000. $5.000 i kam dhe për Arjon Velin, i cili kishte shtrirë duart në çdo aferë korruptive dhe i kishte marrë jetën dhe kishte marrë frymën e qytetit dhe qytetit tonë. Ja Arjon Velia, $5.000 dhe për ty, punit e dërkuqe në Bursa. $5.000 i kam edhe për shkodranin tim, për ministrin e shnetësisë, Ilir Beshja, njeriun e pandjer, pa moral, njeriun që u volli dhe ilaçë shqiptarëve, sepse kur e kujtoj fushatën e vitit 2013, i cili fliste me aq pasion dhe me pathos kur shpaloste politikën e Partisë Socialiste, sa që pothuajse kalonte në orgazm dhe kur e shikoj tani, pathosi dhe idealizmi i tij nuk shkon më larg se sa xhepat e tij. Ja morhor dhe $5.000. $5.000 i kam edhe për zotin Arben Amedaj, zëvendës kryeministrin. Zoti Amedaj, deshta me të nisë me Western Union, po as ta di adresën dhe as ta di vendosjen. E ndaj po t'i lek të në bulevard nuk para kryeministrisë, ku ti gatuj aferat korruptive bashkë me Edi Ramën. Ja morhor dhe për ty $5.000. Njërsa për një njeri të veçantë, për një njeri special dhe të veçantë për nga babzitja, korrupsioni, vjedhja dhe hajnia, i kam për mbesën e Beqer Ballukut, ministrit të nomenklaturës komuniste të regjimit Hoxha. I kam për zëvendës kryeministrin aktuale për Belinda Ballukun. Jam i loçka djallë, $10.000 për ty, se do duhen sa me la mahine. Ndërsa për autokratin, autoritarin, mbretin pa kukël, kopilin e Krishta Qramës, nuk kam sjell dollar, se nuk ka nevojë, ka vjellë mjaftueshëm nga 1998 deri tani. Për ty Edi Rama kam sjell pluhun bar, Safi nga Kolumbia. Punën time të përditshme ndodh ndonjëherë që unë përfaqësoj klienta, të cilët atje larg Britani janë ndaluar nga autoritetet duke drejtuar automjetin e tyre në influencën e plurit bardh. Se atje larg tek ne në Britani, as automjetin nuk lejohesh me drejtu në influencën e plurit bardh. E ndërsa ne këtu në Shqipëri, nipat e mbesat e Skënderbeut, mbesat dhe nipat e Ismail Semalit, lejojnë kopilin e Krishta Qramës me drejtuat dhe unë në influencën e plurit bardh që e konsumon nga mjeset dhe ndarë. Qoftë kjo qese, qesja punë që ti e konsumon me para publike, merre morhor e ta zap frymën kjo qese plurit bardh. Qytetar të lirë, shqiptar që keni sakrifiku, rrofë Shqipëria u begatohë të dheu. Ju falenderoj.